Dhe simptomet kanë qenë shumë karakteristike, domethënë. Ajo alivanosja e her pas hershme, pastaj ndjenja e qarjes, domethënë të vinte të qash. Në fakt edhe çështja e nisur si diskutim është kjo që na duhet me bëu të gjithë për aq sa mujmë përpjekje që me i minimizu e me i zhdu këtë pabarazi shoqërore në përgjithësi e pabarazitë gjinore, po ashtu brenda pabarazive shoqërore, sepse gjykimi më i madh është, e thatë edhe vetë, për një grua që ka ambicie, që don me u zhvillu në karrierë në profesionin e saj, gjithëherë ekziston një lloj gjykimi apo një dyshim që hajde se adhin mendësia shoqërore e ka prodhuar në fakt atë gjykim që nuk është bash merite e saj apo kanë kontribuar rrethana të tjera, në ndërkohë askush nuk e qet në pikpyetje kur një burr ka arritje në shoqëni, krejt e mendoj që arritja e tij është në fakt edhe vet angazhimi i atij personi. Po unë dysha me që sot për herë të parë mora vesh edhe është një ndjesi këgja emocionale që me intervistu dikon që ka qenë subjekt i helmimit, me thonë, në vitit 90 besoj ka ndodhur ajo. Kjo është një situatë tash për aq sa kom një uri e dije që mas suprimimit të autonomisë të 90-ta edhe protestave që kishin ndodhur në atë kohë, prej perspektivës së një fëmiu që shkon në shkollë, don me u shkollu edhe luftohet prej një sistemi shtyps siç ishte sistemi jugoslave i Serbisë në veçanti, a kishit ju një lloj vetdije ose një ndjesi për aq sa e kishit në atë kohë që tashmë situata kish nis me kulmu me padrejësisë që po na bëheshin në neve në atë kohë, edhe mandej ajo nisi ndoshta me prodhu atë reagimin e madh shoqëror që kulmoi edhe me luftën shlemtare. Po du me ditë prej një perspektive edhe një akteri, se me thonë, akteri në atë kohë që keni qenë edhe vetë. Unë e thash që ne jemi gjenerata që asnjë periudhë të rritjes tonë, zhvillimit tonë nuk e kemi pas kushtimisht me thonë normal, sikur se kishin me pas shumë gjenerata në shtete tjera. Prandaj ne jemi rrit ndoshta edhe para kohe, edhe kemi përjetu gjana që s'do doja asnjë gjenerat tash e tutje ti përjetante ato që ne kemi përjetu. Të shkosh në shkollë, në vendin ku duhet ndihesh më i sigurt, në vendin ku duhet marrësh dije, edhe të helmohesh, dhe thjesht ti nuk e din çfarë po ndodh sepse je i ri, ende në ndërtim të personalitetit tënd si fëmijë. Dhe nuk kupton asgjë çfarë po ndodh rreth teje. Pastaj është interesant situata që arsimtarët bën si prindër, si njerëz mbrojtës, domethënë, për te rolit të tyre si mëdhënësit, e marrin edhe rolin e prindit edhe të mbrojtësit, edhe në aspektin fizik e shëndetësor. Domethënë që është te i kalo, domethënë çdo normë edukative në këtë situatë. Dhe domethënë thjesht sistemi i atëhershëm edhe politikat që janë bërë, domethënë kundër shqiptarëve, kanë qenë domethënë skëshmërisht jo njerëzore, dehumane, saqë kanë tentuar ta vrasin, ta dëmtojnë, ta shkatrojnë edhe celulën e një shoqërie që është rinia, fëmijët. Prandaj dhe arsimi, domethënë pikërisht në vendin e arsimit e dijes. Një goditje dyfisht. Domethënë të shkatrosh fëmijët në aspektin shëndetësor, dhe të njëjtën kohë të shkatrosh arsimin. Domethënë ta shkatrosh ardhmërinë e një populli. Dhe unë mendoj që ne duhet bëjmë shumë dhe duhet mos e harrojmë kurrë këtë. Dhe vjen keq që deri më sot ende nuk ka hulumtime të mirëfillta shkencore për të kuptuar se çfarë ka qenë ai helmim. Ne nuk është dash të heshtim ndaj kësaj situate dhe është dash gjithë bota ta kuptoj e ta përsërisim, e ta ripërsërisim këtë situatë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, domethënë. Çfarë ka ndodhur? Sot është edhe me ju pyetje në pyetje, na kemi dëgjuar shumë rrëfime, na e dim përgjegjësinë e asaj situate të helmimit, po
në atë kohë me gjasë brenda Republikës Jugoslave nuk ka pas mundësi me dalë versione zyrtare për ato që ka qenë e vërtet, ma është shumë e dhimbshme profesorish po e thoni edhe ju, edhe duket që është ngjarje e harrume, në fakt ajo është ngjarje shumë të rënditse. Me gjasë do të me hulumtu edhe vetë ma tutje, për me pa edhe raportimet, si me thonë, ndërkombëtare dhe me pa se cila ka qenë përgjegjësia edhe dora e shtetit në atë. E vërtet se edhe simptomet kanë qenë shumë karakteristike, domethënë. Ajo alivanosja e her pas hershme, pastaj ndjenja e qarjes, domethënë të vinte të qash, pastaj ankthi që përjetonin nxënësa, domethënë, pastaj është periudha e disa e përjetonin edhe me disa ethe, pastaj kishe spazma, gërqe, domethënë, edhe këto gjitha ishin shumë simptome të paparashikueshme, po fati për ne në shkollën 7 Marsi ka qenë se kemi pas shumë afër shtëpinë e shëndetit dhe na dërgonin arsimtare drejtë në shtëpinë e shëndetit. Kështu domethënë ka qenë një panoramë shumë e dhimbshme e asaj që sa herë kujtoj domethënë ti marrësh fëmijët nga klasa me lesë dhe ti bartësh në shtëpinë e shëndetit me grupe tërkohën domethënë edhe vetë pse isha në atë gjendje, unë nuk kam arrit shumë me i pa të tjerës si kanë qenë, po pastaj kur kemi qenë më mirë dhe na i kanë tregu gjitha momentet me të vërtet. Disa e kanë përjetu edhe probleme me psikologjike, domethënë edhe që kanë zgjatë ato probleme. Ku e dim çfarë probleme tjera shëndetësore kemi ne, domethënë si rezultat i atij helmimi. Prandaj po them, do duhet si shoqëri më shumë të fokusohemi në këto të vërteta tona, të cilat duhet t'i çojmë deri në fund, për të tregu se sa ka vuajtur dhe si ka vuajtur popullin, se sa të mirën me vetveten dhe me luftën mes